Mishë të dashur, i kthehemi të pjesa jonë e dytë, se kam Samirin, i cili vjen një djalë që është 18 vjeçar. Mirë se më erdhe Samir. Samiri vjen nga Kotori apo Tivat, siç e thojnë. Samir, mirë se më erdhe. Mirë se gjere. Si të duk Prishtina, si të dukem na? Shumë bukur, faleminderit. Ndaj vrejtje, ndaj kritik. Shumë bukur. Samir, ti pëlqen të këndosh bukur. Pëlqen të këndosh këngë të cilat janë dashnis, këngë dasmave, gjitha këto bashkë. Ku e dite që ki talent për to? Po, kur jam konë edhe më i vogël, kur jam pas 6 vjet, ja kom nis me kënu, çto kur delsha me shoqni me shok, janë isha me kënu, edhe kom pas që po me ecë mirë. E kom pas dëshirën tem për me më khirë në kosh në për emisione, po mbas 18 vjetë keni ra jo më keni khirë, më keni pa në live të kënu, se e shalafin shpesher, e faleminderoj shumë për juve që më keni khirë, kemi bisedu në privat, edhe jemi orë Prishtinë, edhe para era kam që e morë në Prishtinë, se asë në Kosovë Si të do Prishtina? Shumë bukur. Me të bëni pyetje, cila është kënga jote e parë që ti e ki këndu edhe që të ka pëlqyer më shumë ti? Kënga ime e parë u kon e Dulit, Cila? në martesën tonë. Hajde në refren të vogël. Hajde. Në martesën tonë hiro me dashur, edhe pse s'do t'humbem, unë nuk të haroj, pak jam edhe gabim, po si di bashkë me men. Okej, e nërsa cila është kënga që ti e kënon kur je vetë? Kur jam vetë. Ah. Edhe foto ti ke fshim me mu, edhe në numrin mos me të mire këndru, e kam rëj vetën me ty, zemra jote zdin me gandashni. Për gjithve këtyre këngëve dashnis, a ka ndonë një herë që të ka pëlqyer një këngë dasmash? Po. Cila është kënga e dasma që ti e ki kështu për shefi për shembull? Talava, po, Cila ti pëlqen më shumë ti? po më ka pëlqyer alla kur e kom ngu të rapin me babën e vetë me Sultan Ajovën, kur kanë kënu në Gjermoni. Hajde të refrenit që shë? E Gjermoni, e janë dy zemrav, anjonave jo t'ja kik, a tjetrave jem jav, anik në i si gjetav. A i gati për me kënu dasmave? Po gati jam. Për shembull, na këtu i kena ndame në dasma, thirrën dasma të qytetit dhe dasma të katunit. Edhe dajre gjiti ndajnë në dasma qytetit ndajrës në katunit. Ti, ku ma shumë me katunara me qëtar? Valla me gjithë. Me gjithë, Kam respekt për gjithë. Normal, respekt është i gjithëve. Bërë të bëjnë një pyetje, kush janë këngëtare që ty të pëlqen më shumë ti? Ma shumë ti që më pëlqen. Po. Prej këngëtarëve, unë me ka këtu drejt kënojnë krejt mirë këngëtarët. Po. Po tash bashkë përgjithas që një 2 vjetë kur ja kom nis me një gu, këtë të rap hajollin. Po. Shumë. Rrugës babi më tha që edhe Gazit ka pëlqyer. Po, dhe Gazi më ka pëlqy, Po. po s'kom pas bashkë kontakt me to. Okej. Unë du me të thonë kështu. Në kuadrët këngëve që ti këndon, del edhe në TikTok shpesh. Po. Çfarë këngë po të lypin njerëzit më shumë TikTok? Valla, ma shumë din TikTok po më lypin me kënu te pa fate quaj vetën, Hajde. dashurisë. Te pa fate quaj vetën, s'me ka hec në dashurim, sa do bukur kaloj jetën, një bashmeke ka në shpirt. TikToki, sa po të një manë? Për shembull, kara TikTokin aty që na njohë sot tjesën me mu këto. Vallajnë po, normal. Valla TikToki që me konë, hinë e më këshyrin amo jo qëfar, kur po bajna qëfar loje me lujt me shokën a i sen, po këshyrin dhe i kanë 100 vete, kanë morë në këshyrin, amo s'kam kërë gjo fites, a besëm. Qëto që i fitojo në i prekaj edhe jam i respektoj tjerë, po, në kojnë. Pse nuk e kalon në se të ardhura TikTokun? Po, vallajnë edhe dikush po na del, po na ofendon, jo te je qaj, jo te që kë, po na ofendon me fjallë, po na veç këshymi jetën e neve.
Se jo, krisoria. Në jetën e përditshme ti ke suport babin që të suporton, sa mundosh mi bo krenar babin edhe familjen me gjithë suportin që ti në të armë unë është me konë? Vallaj, në dëshira jam gjithë të konë me mujt diçka me arrit, me janë gjithë dorën babës tem, nonës tem, familjes tem, edhe me mujt me konë i njaf shumë, se kom talentin, edhe më pëlqen talenti jem shumë bukur, sa besoni që unë ju kakzoha edhe ju të regoha që kur shkaj në punë 7 sabajit, unë e derin 2 sa të kry punë nuk nalë në të kënu. Ato e din krejt. Edhe ku dhe të dalë, ku dhe të jam në për qytete, unë e për në shuzonin të në së në bona rahat. Na kena vendos me një mu me kom pjesë dhe Global Talent of the World, njërin ndër spektaklet më të fuqishme në planet. Faleminderit shumë. Që na realizust të këtij projektin, edhe që marrin pjesë fëmijë nga Shqipëria, Maqedonia, Kroacia, Malezi, kemi fëmijë nga Serbia, kemi fëmijë nga shtetet ndryshme, të cilat janë pjesë të kësaj. Na javën tjetër kena me të qumë me performu atje, edhe pse jo mos me konë t'jemi njërin ndër pretendentët për me fitu atje, sepse atje gjithë ata të që kanë marrë pjesë e din që me shku në Global Talent veni parë është njërin dëshimit më të rëndësishëm, edhe pse ti mos me konë atë. Na kena pas shumë tri të që sot janë emra, edhe që besojmë se me ty kena me punu bashkë. Faleminderit shumë. Qka në qofë se një ditë bosh i famshëm, a ki me konë i njejtë? I njëjtë, normal. Apo ka mu hyp menja pa... Vallahi një. Pash, vallahi në magdje. Se ashtu po bojnë? E di, kom po shumë sene, ama që to sene që i bën njerëzit tjerë, unë se kam menas me bu. Se unë e di heken tem. Po nej, se s'po ka gëzoj për jetën tem, amo... Këtë në arë me folë për senet mira? Po normal, jeni mi arë me folë me bisedu mirë. Po, atë për qenë kongë popullore, për shamun Sharkin, Qifteli? Valla, me Sharkis jam maraklis shumë, po vesë si di me kënu. Për shambull, në i kongë që të përqenë të na vesh mingu kështa? Valla, më pëlqen bo kongë Sharkijave, ama më pëlqen ma shumë ti rehitelit. Edin pak? Po se di bashkëfort, po hajde. Hajde. O, rehitelit, o me krysh të manit. Se di bashkë, a beson për, me tekste e di, normal, me tekste e kësha kënu, ama se di kështu për men. Dim që më bo këngëtari famshën, ato të me kryu edhe Instagrama. Po, normal. Me kryu photoshooting. Kjo bot donë dikor që është i lirë 24/7, sa kish me të pengu ty? Sepse ti e cike shumë bukur që në disa raste familja është aja që ti do minimu familjes, po ti lërë familjes. Ushtrimi i famës në Kosovë, piti vatin në Kosovë i do një shtetetor. Po, normal. A uptan. Sa të pengon ty lërë familjes me punu në këtë profesion? A të pengon? Jo, mu sensë më pengon. A besoni se unë por eri, morë Prishtinë, unë i ka shumë e bobit, i kom konë, si shakuj më bënd të emin. Une, na këna pas emisionet vazhdueshme, unë jam shumë krenar që të kom këto, edhe studiot tona, ekipa janë, sidomos njerëz që punojnë brenda produksionit Kikës, kanë në konjëtarë në bështenë kënë tonë, dhe faleminderit që ki qitë konë me mu. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.